Lia dhe derkuci I vogël Pipo kishin fjetur bashkë që nga dita kur mbërriti në atë shtëpi të vogël në fund të rrugës me dhe. Ajo ishte vetëm 7 vjeçe dhe tashmë mbante në trupin e saj një nga ato sëmundje që mjekët I flasin but kur I shpjegojnë, por Lia nuk I interesonin emrat e vështirë. Ajo që dinte ishte se pasi Pipo hyri në përder, dhimbja dukej se dhemte më pak. Ai ishte I vogël, paksa I rumbullakët, me një hund të lagur dhe 2 sy të errët që dukeshin sikur kuptonin gjithçka, dhe vërtet kuptonin, sepse kur Lia qante, ai shtrihej në prerin e saj dhe rrinte I qetë, thjesht duke marrë frym bashkë, sikur të thoshte jam këtu, dhe ajo buzëqeshte, edhe kur ethet rriteshin ose të përzierat nuk e linin të ngrihej. Nëna e saj tha se ishte një mrekulli, sepse që kur mbërriti Pipo, Lia kaloi më pak kohë në spital, më shumë kohë në obor, ecte zbathur në bar me të pas saj, vrapoi pak, por vrapoi dhe madje hëngri më mirë. Por në muajt e fundit gjithçka filloi të ndryshonte përsëri, vajza humbi oreksin, lëkura ju bë më e zbetë, rrafet e errët të syve ju thelluan dhe hapat e saj ishin të ngadalt, dukej sikur trupi I saj po lodhej duke luftuar. Pipo e vuri re para të gjithëve, ai pushoi së luajturi si më parë, nuk dilte më në obor, donte vetëm të qëndronte në dhomë, I shtrirë mbi qilimin pranë shtratit, dhe kur ajo kollitej në mes të natës, ai zgjohej me të. Ngjitej me mundim mbi mbulesën e shtratit dhe e vinte hundën në fytyrën e saj, sikur përpiqej ta largonte dhimbjen vetë. Atë mëngjes, drita hyri dobët nga dritarja dhe krijoi një model në jastëk. Lia u zgjua e djersitur, me frymëmarrje të cekët, por kur ndjeu Pipon duke kërcyer ngadalë në shtrat dhe duke u mbështjell pas saj, sytë e saj ndriçuan pak. Ajo kaloi dorën në përgëzofin e tij të hollë e të ngrohtë dhe tha butësisht, shoqja ime më e mirë. Nëna u shfaqte dera, me një tas me qull dhe sy të fryrë nga dikush që nuk kishte fjetur mirë. Ajo I tha Lias të përpiqej të hante pak, por ajo vetëm tundi kokën ngadalë dhe tregoi me gisht nga Pipo, sikur donte të thoshte, më lër të ri këtu me të edhe pak. Dita kaloi ngadalë, Lia flinte dhe zgjohej, duke u ankuar lehtë ndonjëherë, dhe Pipo nuk lëvizte, as kur e thërriste nëna e tij, as kur I vinte ushqimi, ai qëndronte I vendosur, duke e parë atë me atë mënyrë që vetëm kafshët që duan vërtet din ta shohin. Dhe kur ra nata, me qiellin e errët dhe erën e ftohtë që frynte në përçarjet e dritares, dhoma ra në heshtje, por aty në mes të asaj heshtjeje, ishte një derkuc I vogël I shtrirë pranë një vajze të vogël, duke marrë frym në të njëjtën mënyrë, me të njëjtin ritëm, sikur jeta e njërës të ishte ngjitur me tjetrën. Pipo nuk ishte më thjesht një derë shtëpiak, ai dukej si një pjesë e vajzës, një copë e zemrës së saj që ecte jashtë. Lia e kalonte ditën gjithnjë e më të heshtur, me sytë gjysmë të hapur, trupin më të lehtë, sikur era mund ta merrte me vete. Dhe megjithatë, sa herë që ai hidhej në shtrat dhe mbështetej në gjoksin e saj, ajo lëshonte një buzëqeshje të lodhur, të vogël, por prap ishte një buzëqeshje. Nëna përpiqej ta mbante rutinën, duke përgatitur ilaçet, duke rregulluar çarçafët, duke I fshirë ballin vajzës me një leckë të lagur, por kishte ditë kur ishte e vështirë, sepse dukej sikur koha po ecte prapa. Dhe sa herë që Lia binte të fikët në mes të një bisede, nëna I mbante lotët e vetmuar në korridor, dhe Pipo thjesht shikonte, me vendosmëri, pa u larguar nga ana e saj. Ai nuk hante më me dëshirë, nuk donte t'ia dinte për frutat apo ushqimin, nëse Lia nuk e prekte, nuk donte, nëse ajo flinte, ai shtrihej pranë saj, I mbështjell në batanie, sikur të përpiqej ta mbante këtu edhe pak. Merrte frym njësoj si ajo, me të njëjtin ritëm, dhe kur ajo kolliste, ai ngrihej pak, I vinte hundën në barkë dhe shtrihej përsëri me kujdes. Askush nuk e kuptonte se si një kafshë mund të dinte kaq shumë, por Pipo e dinte, ai e dinte kur ajo kishte dhimbje, kur I merrte frym, kur trupi I dridhej, dhe në ato momente ai nuk nxirrte asnjë zë, nuk lëvizte, ai thjesht qëndronte aty. I ngjitur pas saj, sikur ngrohtësia e tij të ishte ilaç, sikur prania e tij të ishte më e rëndësishme se çdo fjalë. Atë pasdite, gjyshja u shfaq me një ruzare në dorë, u ul pranë shtratit dhe u lut në heshtje, por sytë e saj ishin të derkuci I vogël dhe her pas here lotët I binin pa paralajmërim. Lia flinte e dobët dhe edhe pa thënë asgjë, mund të ndiheshe sikur po dëgjonte ende çfarë kishte përreth, sepse dora e saj, e cila mezi lëvizte, shtypte ngadalë veshin e vogël të Pipos sa herë që dikush thoshte emrin e saj. Babai mbërriti herët në shtëpi nga puna, hyri ngadalë, u gjunjëzua pranë shtratit dhe shikoi të bien dhe derkucin e vogël të mbështjell pranë saj. Qëndroi kështu për pak kohë, pastaj I vuri dorën mbi kokën Pipos dhe përshpëriti faleminderit që qëndruat me të, sikur kafsha e kuptoi dhe ndoshta e kuptoi, sepse ngriti kokën. E shikoi burrin në sy dhe u mbështet përsëri në trupin e Lias pa bërë asnjë zë.
Dhe kështu dita mbaroi, pa u nxituar, me qiellin jashtë që u bë i zi dhe dhomën që u mbush gjithnjë e më shumë me heshtje, por një heshtje të gjallë, ku gjithçka dukej se merrte frym me të njëjtin ritëm, duke pritur diçka që askush nuk donte të vinte. Ditët nuk kishin më emra, vetëm ngjyra, gjithçka brenda shtëpisë dukej se lëvizte më ngadalë, sikur koha të kishte respekt për vajzën që mezi i hapte syt. Lia nuk fliste më asgjë, vetëm merrte frym shumë butë, dhe megjithatë Pipo mbeti i ngjitur pas saj sikur çdo sekond të ishte më e rëndësishmja. Ai as nuk ngrihej më për të pirë ujë, nëna e tij duhej t'i sillte një tas të vogël pranë shtratit, ndonjëherë atij as nuk i interesonte, pinte një gllënjë vetëm nëse ajo lëvizte dorën ose nëse aroma e trupit të saj ndryshonte. Sikur të ndjente se diçka ishte ndryshe brenda, e dinte kur po i rritej ethet, sepse rënkonte lehtë, tërhiqte hundën mbi jastëk dhe shtrihej përsëri pranë gjoksit të saj. Gjyshja tani rinte ulur në divan në dhomën e ndenjes me ruzaren në dorë gjithë ditën, babai hynte në dhomë gjithnjë e më shumë në heshtje, nëna as nuk përpiqej t'i fshite lotët, por Pipo nuk qau, ai mbeti i heshtur, duke e parë vajzën sikur mbante copëzën e fundit të parajsës në sytë e tij. Dhoma mbante erë livandoje, çaji të ngrohtë dhe trishtimi, megjithatë në mes të gjithë kësaj kishte diçka të bukur, diçka që askush nuk mund ta shpjegonte, sikur ai derkuci i vogël, me trupin e tij të rumbullakët dhe sytë e errët, të ishte më shumë se sa një kafshë, sikur të ishte pjesë e shpirtit të saj. Atë mëngjes, dielli as nuk dukej siç duhet, qielli ishte i errët, drita hynte dobët nga dritarja dhe i binte fytyrës Lias, e cila po flinte me frymëmarrje të çrregullt, dhe Pipo, në vend që të shtrihej, u ngrit në këmbë, i palvizshëm, me veshët e tij të vegjël lart, duke e parë pa u dridhur, sikur ta dinte se diçka do të ndryshonte. Nëna hyri brenda, pa skenën dhe u ndal te dera, i shikoi të dy dhe vuri dorën mbi gojë për të mbajtur lotët, pastaj u afrua, kaloi dorën nëpër flokët e vajzës së saj dhe pastaj ja ledhatoi butësisht shpinën derkucit të vogël. Ai u kthye pak, e shikoi dhe u mbështet përsëri në trupin e vajzës, sikur të thoshte se ajo nuk kishte nevojë të bënte asgjë tjetër. Dhe atë ditë askush nuk donte të dilte, askush nuk e ndezi televizorin, askush nuk e hapi portën, e gjithë shtëpia sillej rreth asaj dhome të heshtur, ku një derkuc i vogël dhe një vajzë ndanin një kohë që dukej se ishte jashtë kësaj bote. Në fund të pasdites, kur era e ftohtë fryu në përçarjen e dritares, Pipo lëvizi pak, e rregulloi trupin dhe u shtri pikërisht pranë zemrës së saj, duke mbyllur syt sikur të flinte me të ose për të. Atë mëngjes shtëpia ishte më e qetë se zakonisht, as zogjt nuk këndonin te dritarja, era që kalonte në përçarje dukej se respektonte heshtjen e dhomës ku Lia vazhdonte të shtrihej, e dobët, me lëkurë të zbedh dhe buzë pothuajse pa ngjyrë, dhe pranë saj, Pipo, i vendosur si gjithmonë, i shtrirë me trupin ngjitur pas saj, me hundën mbështetur në jastëk, syt hapur, duke parë gjithçka në heshtje. Nëna hyri me një leckë të pastër dhe një tas të ngrohtë, ndërroi me kujdes mbulesën e jastëkut dhe drejtoi batanien, por nuk pati guximin ta prekte derkucin e vogël. Ai dukej si pjesë e dhomës, pjesë e vajzës, sikur largimi i tij do t'i dëmtonte të dy, dhe të gjithë e kishin kuptuar tashmë këtë. Askush nuk u përpoq më ta shtynte Pipon, askush nuk fliste me zë të lartë, madje edhe hapat brenda shtëpisë ishin bërë më të lehtë. Lia nuk u zgjua më siç duhet, i hapi syt vetëm për disa sekonda, sikur donte të sigurohej që ai ishte ende aty, dhe sa herë që e shihte derkucin e vogël aty pranë, pëshertinte dhe e linte trupin të relaksohej, pa thënë asgjë, pa përdorur forcë, duke besuar vetëm se ai do të qëndronte aty deri në fund. Gjyshja lutej në heshtje në dhomën e ndenjes, babai ecte para dhe mbrapa në obor dhe mamaja ndalonte te dera e dhomës së gjumit çdo gjysmë ore vetëm për të parë nëse kishte ende lëvizje. Koha dukej sikur kishte ndaluar. Askush nuk e dinte çfarë dite ishte, askush nuk donte ta dinte. Bota jashtë asaj shtëpie nuk kishte më rëndësi. Në fund të pasdites, dielli u përpoq të dilte nga pas rreve, një dritë e verdhë pushtoi dhomën dhe preku lehtë fytyrën e Lias, Pipo u ngrit ngadalë, rregulloi trupin dhe u ngjit në gjoksin e saj, duke u shtrirë me gjithë peshën e tij, sikur donte ta mbronte zemrën e vajzës nga gjithçka që po vinte. Nëna hyri pikërisht në atë moment, pa skenën dhe u ndal te dera, me syt plot me lot, duke i mbajtur lotët me dorën mbi gojë. Babai erdhi menjëherë pas saj dhe e përqafoi nga pas, askush nuk tha asgjë, askush nuk kishte nevojë. Të gjithë ishin aty, në atë përqafim të heshtur midis një vajze dhe një derkuci të vogël. Koha kaloi ngadalë, ra nata dhe askush nuk e ndezi dritën në dhomë, e gjithë shtëpia ishte në errësirë, vetëm drita e hënës që hynte nga dritarja ndriçonte shtratin, dhe ja ku ishin, në të njëjtin vend, në të njëjtën mënyrë, duke marrë frymë së bashku, sikur koha e tyre të ishte në një vend tjetër nga e jona.
dhe atë natë askush nuk fjeti, askush nuk hëngri, askush nuk u ankua për asgjë, sepse të gjithë e dinin se ishte afër, shumë afër, dhe se në atë heshtje dashuria fliste më fort se çdo fjalë. Dita mezi kishte filluar kur nëna hyri në dhomë dhe e kuptoi menjëherë mënyra se si dielli prekte murin, heshtja në trupin e vajzës, sytë e mbyllur pa asnjë shenjë gjumi, gjithçka thoshte se Lia kishte ikur, pa paralajmërim, pa dhimbje. Ajo thjesht iku, në mënyrën e qetë që ishte, si dikush që po i thoshte lamtu mirë me një pësherëtim. Por ai që e vuri re i pari ishte Pipo, u zgjua në mes të natës, u ngrit në shtrat, e shikoi vajzën për disa sekonda, pastaj u shtri pikërisht mbi gjoksin e saj, qëndroi aty, i shtrirë në heshtje, sikur ta dinte që zemra e saj nuk po rrite më. Nuk bëri zhurmë, nuk lëvizi, thjesht qëndroi aty, i vendosur, sikur donte ta ndalte kohën të vazhdonte. Nëna u mbështet në buzë të shtratit dhe u gjunjëzua, vendosi dorën mbi kokën e Lias, pastaj ia kaloi dorën mbi shpinë derkucit të vogël, dhe ai nuk lëvizi, nuk shikoi, vetëm mori frymë thellë, me hundën mbështetur në mjekrën e saj, sikur të përpiqej ende ta mbante në këtë botë. Kur mbërriti babai, qëndroi te dera me sy të përlotur, pastaj erdhi dhe ul pranë shtratit, nuk tha asgjë, nuk preku askënd, vetëm i shikoi të dy, vajzën e palvizshme dhe derkucin e vogël të ngjitur pas saj, sikur të ishin një dhe i njëjti. Orët kaluan ngadalë, lajmi u përhap nëpër rrugë, mbërritën disa fqinj, gjyshja qau butësisht në divan, mbërriti arkivoli, i vogël, i bardhë, me lule të qelta sipër, por pjesa më e vështirë ishte nxorja e Pipos që andej. Ai nuk donte të largohej, u mbështoll në dy shek, e tërhoqi trupin e tij drejt jashtëkut dhe qëndroi aty, u largua vetëm pasi nëna e tij, me sy të fryrë, e mori në krah dhe tha butësisht se Lia tani ishte në paqe. Në kohën e zgjimit, shtëpia ishte plot, por askush nuk guxoi ta nxirrte Pipon nga dhoma. Ai qëndroi aty, ulur në dy sheme, duke parë boshllëkun e shtratit, me putrat që i dridheshin, sikur priste që ajo të kthehej në çdo moment. Kur arkivoli u çua në dhomën e ndenjes, ai e ndoqi nga pas, ngadalë, pa bërë asnjë zhurmë. Në kohën e lamtumirës, kur të gjithë ishin përreth, ai u afrua arkivolit, qëndroi përpara tij, ngriti putrat e përparme dhe i mbështeti në cep të drurit, pastaj hapi gojen dhe lëshoi një tingull të ulët. Një rënkim të ndryshëm nga të gjitha ato që kishte bërë ndonjëherë, dhe aty, në atë moment, të gjithë e kuptuan se kjo ishte mënyra e tij e të qarit. Pas varrimit, ai u kthye në shtëpi vetëm, u ndal te dera e dhomës së gjumit, hyri brenda, u ngjit në shtratin bosh dhe u shtri mbi jashtëkun e saj, njësoj si gjithmonë, mbylli syt dhe qëndroi aty, pa uri, pa zhurmë, duke pritur ndoshta, thellë, që ajo të kthehej një ditë. Që nga dita që Lia iku, shtëpia nuk pati më të njëjtën zhurmë. As e njëjta aromë. Jo në të njëjtën kohë. Nëna ende ecte nëpër dhoma sikur të priste ta gjente të bien në çdo cep. Babai zgjoi në orët e para të mëngjesit dhe shikonte përmes çarjes së derës së dhomës së zbrazët, sikur të kërkonte një ëndër të vjetër. Gjyshja u kthye në shtëpinë e saj, por e la ruzaren varur në mur dhe derkuci i vogël Pipo. Pipo qëndroi. Ishte gjëja më e vështirë për të qenë. Në heshtje. Në cep. Në jashtëkun e saj. Ai e kaloi ditën i shtrirë në të njëjtin vend ku ajo mbështete kokën. Jashtëku ende mbante aromën e vajzës mbi të. Dhe Pipo nuk u largua kur nga ana e tij. As për ushqim. As për një xhiro. As me telefon. Nëna nxori ushqim. Ai vuri fruta. Ai u përpoq të fuste një banane në gojë. Por ai e kthente fytyrën, e shtynte me hunë dhe kthehej në të njëjtin vend, sikur të thoshte, ajo nuk u kthye, kështu që as unë nuk kam nevojë të kthehem. Fqinjet vinin për vizitë, e përkëdhelnin, thoshin se ishte një derkuc i vogël ndryshe, se dukej si njeri. Por atij nuk i interesonte. Ai do ta ngrinte kokën vetëm nëse do të dëgjonte emrin e saj. Lia. E megjithatë, ai do ta ulte menjëherë pas kësaj, sikur t'i dhemte të dëgjonte. Natën, ai mbështillej në batanien roz që ajo përdorte, atë me dizajn e yjesh të vegjël. Nëse binte shi, ai dridhej, por nuk dilte jashtë. Nëna u përpoq ta çonte në një dhomë tjetër. U përpoq ta vendoste në divan. Por ai u kthye. Ai gjithmonë kthehej. Edhe duke çal, edhe i dobët. Ai vend tani ishte i tij. Ose më sakt, ishte e tyre. Ditët kaluan. Pas javësh. Babai tha se kishte ardhur koha për të filluar nga e para. Se Lia do të donte të na shite mirë. Por nëna vetëm tundi kokën dhe e shikoi derkucin e vogël, sepse e dinte, nuk ishte e lehtë.
kishte gjëra që nuk u zhduken. Thjesht ndryshon vend brenda nesh. Një ditë, nëna hyri në dhomë dhe e gjeti Pipon duke shikuar murin. U ndal. Sikur të kishte parë diçka që askush tjetër nuk e kishte parë. Ajo ul ngadalë në buzë të shtratit dhe heshte. Ajo i kaloi dorën mbi shpinë. Ai u përkul në prerin e saj për herë të parë pas disa ditësh. Dhe ai qau. Ai qau me atë tingull të ulët e të fortë që vetëm ata që duan vërtet e din. Dhe ajo qau me të. Atë natë, ajo e vuri në shtrat dhe qëndroi aty me të duke e përqafuar. Duke treguar histori që ja tregoja unë Lias. Duke folur për rejet, zanat, kafshët e egra. Dhe kur mbaroi, Pipo u përkul pas saj dhe ra në gjumë i mbështetur në gjoksin e saj. Duke marrë frymë siç bënte me vajzën. Të nesërmen u ngrit. Ai ecte rreth shtëpisë. Ai shikoi për rreth qosheve. Ai shkoi te porta. Ai u ul për disa minuta. Dhe ai u kthye. Ende e trishtueshme, ende e ngadalt, por ndryshe. Ai filloi të hante nga pak. Një kafshat në të njëjtën kohë. Ai filloi të pranonte përsëri përqafime. Dhe kur nëna e tij e futi batanien e Lias në larje, ai priti që të thahej, i shtrirë në dy sheme, derisa ajo u kthye. Një ditë ai shkoi në dhomën e tij dhe shikoi qiellin nga dritarja. Nëna hyri brenda dhe pa. Dhe u betua se, për një sekond, sytë e tij shkëlqenin si të së bijës. Disa javë më vonë, ajo pati guximin të hapte sirtarin e Lias. Ajo mori një bluzë të vogël, blu të qelët, të palosur me kujdes. Ende kishte aromën e saj. Ai madje mori edhe derkucin e vogël. Ai nuhati. Ai e preku me hunë. Pastaj ai u shtri sipër. Sikur e dinte që aty kishte një copë të sajën. Koha kaloi, siç ndodh gjithmonë. Dhimbja nuk u zhduk. Thjesht ndryshoi formë. Babai u kthye në punë. Nëna filloi t'i ujite bimët më me qetësi. Dhe Pipo mbeti aty. Në çdo gjë. Në gjurmët e këmbëve. Në heshtje. Në kujtim të vajzës që iku shumë shpejt, por la një dashuri që nuk futej në një trup të vogël. Çdo vit, në të njëjtën ditë, nëna çon lule në varrin e vajzës së saj. Dhe çdo vit, Pipo shkon me të. Me zinxhir duke ecur ngadalë. Kur ata mbërrin, ai ulet pranë gurit të varrit. Mbështeteni trupin tuaj në bar. Dhe ai lëshon një pshertim të gjallë. Pastaj shiko qiellin. Sikur e dinte që ajo ishte aty. Dhe ndoshta është. Në formën e erës që fryn lehtë kur ai fle. Në dritën që hyn nga dritarja në të njëjtën kohë. Në zhurmën e gjethes që binte shumë ngadalë mbi jastë të kumbosh. Pipo ende fle atje. Ndonjëherë. Dhe kur ëndërron, i lëviz putrat sikur të ishte duke vrapuar përsëri me të nëpër obor. Ndoshta vërtet do të funksionojë. Në kujtesë. Ose në vendin ku dashuria nuk vdes kurrë.